Gjithsesi, shikoj, për shembull, nëse bëjmë një analogji me Kosovën, për shembull, unë jam diskutuar që një muaj tash këto, jo pse mos me ndru kandidatin, pse ashtu. Nuk mundet, është e mundshme, por është e pashëndetshme për demokracinë, për sistemin, që të shpiken rregulla të cilat përdoren veç në një moment. Rregulla ad hoc. Nuk mundem me u shpik rregulla ad hoc. Sepse tani sot bie mirë mu, po herën tjetër i bie mirë dikujt tjetër. A kuptoni? Nuk mundem me u shpik rregulla që s'ekzistojnë. Pajtohem. Prandaj unë jam i thtar i respektimit. Te kjo puna e kandidatit kishte një video të Albin Kurti para disa vitesh kur ishte në opozitë, ku tha, nëse një kandidat nuk kalon, duhet shkojmë te kandidati tjetër. Dhe gjithaj çfarë po thirret edhe në studiet televizive, zoti Kraki, gjithaj çfarë po thirret edhe në studiet televizive, mbas edhe në kafenet e qyteteve tona, është që dikush të lëshoj pet, kaloj për te vetvetes dhe të krijojnë këto institucione për cilat qytetari dulen një proces, dikush mund ta gjykojë shumë më të rregullt, mbas është shumë më i rregullt se ai në Shqipëri, votuam për ju që të kemi institucionet që nga 15 prilli janë bërë një muaj që ju po shkoni aty në seancë, por jeni një 5 minuta dhe po e përfundoni seancën pa ndonjë rezultat. Jo, unë kam edhe një pyetje. Duhet me ra dakord të gjitha partitë në Kosovë, duhet së pari secila parti me identifiku të paktën 2-3 persona aty brenda që e kuptojnë të drejtën, i kuptojnë rregullat e kushtetuese dhe i kuptojnë minimalisht frymën e ligjit. Janë esenciale këto. Fare elastike nuk janë ligjet as kushtetuta që gjendë një zgjidhje për interesa. Fryma kushtetutës e kam shehur disa herë këto javë të fundit. Fryma kushtetutës në Kosovë dhe në gjitha vendet normale, fryma kushtetutës është, nëse respekton atë frymë, ti duhesh me ja mundësu vendit me funksionu normalisht. Tash, nëse flasim konkretisht për kuvendin në Kosovë, për kryesinë e kuvendit, kryetarin dhe nënkryetarët, janë post, do thot, nuk ka garë. Aty nuk po votohet kush po merr më shumë. Unë kam një nuk ka garë aty. Janë postet që janë fitu. Vetë ja bëj pyetje të potetshme që kam. Po kjo fryma e votuesit që kërkon juve me pas ditë institucione dhe qeveri. Çfarë thot fryma e votuesit? Votuesi e ka nxjerrë një fitues. A keni përgjigje për këtë frymë? Po. Votuesi e ka nxjerrë fituesin. Fituesi me logjikën se fituesi duhet me automatize me i marë, je fitues Kosovë veç nëse i merë 50%, është absurd. Po, skena politike nuk lejo ligjet e dinë, këtë është... Jo, po, mund ndodhe, se ka ndodhe herën e kalume, por është absurde që ta shpikim tash një rregull, e cila i kërkon ati që i fiton zgjedhjet, që gjithsesi t'i bëj 61 numra që në start, pastaj, sepse kjo bie ndesh me vendimin e gjykatës kushtetuese 2020-s, i cili vendim ja mundson edhe të dytit me formu qeverin, nëse i pari si ka numrat. Nëse i pari obligohet që të ketë numrat që tash, atër pse do t'i vinte radhat një dyti që t'i bëj numrat një javë më vonë? Jo, po thëmë sepse këto janë rregullat teknike kushtetuese, ligjore, juridike. Janë rregullat të cilat duhet me i... Ama votuesi nuk i dëgjon, mund pyesin, unë jam vazhdimisht ato seancat e juaj aty. Mund pyesin me 10 miq, qytetar, edhe komshi, pse nuk e bojnë, si e bojnë, pse se bojnë. Ju i pyesin më shumë se një deputet një votuar keni marrë 30.000 vota. Domethënë, kjo përgjigje, kjo pyetje, a ju vret juve si deputet, ju jeni edhe në si politikan i ri që duhet merr iniciativa për të arritur një për ta shmontuar këtë lloj krize, sepse është krize pa se ti vend besoj në të farë rregullat, po jo, unë besoj shumë rregulla, normal që unë kam vërejtje për rregullat që janë